Saktësisht 100 vjet më parë u hap moteli i parë në botë. Ai ndodhej në Kaliforni të SBA-ve. U quajt motel sepse mendohej të ishte një farë hoteli për mjete të motorizuara. Motor plus hotel, motel. Në atë kohë po rritej numri njerëzve që po përdornin vetura dhe që merrnin udhë të gjata. Kjo ishte edhe nevoja që e lindi motelin e parë në botë. Kur lodheshin njerëzit duke vozit, mund të ndaleshin e të kalonin natën në një dhomë më të lirë se ajo e hotelit dhe ta parkonin veturën afër. Amerika është tepër e madhe. Të shkosh me kerr prej Los Angeles në New York bën 3 ditë, por prej Prishtinës në Pej a në Prizren a kudo tjetër në Kosovë se kalon as 1/4 e një dite të vetme. S'lodhesh aq sa të marrësh një dhomë për pushim. Vendi ynë është tepër i vogël. E përkundër që e kemi vendin tepër të vogël, motelet na kanë mbirë si kurthat gjithandej. Sipas statistikave nga vitin 2019, Kosova e ka 179 motele. 33 janë veç në Ferizaj. Prej 2019-s kanë kalu 5 vjet. Numri i moteleve me shumë gjas është rrit edhe më shumë. Besoj e keni parë lajmet e përmuajshme që tregojnë për vdekje të moshuarve nëpër motele. Komentet e to janë gjithnjë tallëse sepse komentuesit dinë diçka. Ose më e pakta që mund të thuhet është se paragjykojnë diçka. Ky paragjykim popullor thotë se motelet në Kosovë përdoren thjesht dhe vetëm për të bërë seks. Prandaj edhe pleqt po na vdesin, sepse po bëjnë seks. Marrin substanca stimuluese si Viagra dhe i lëshon zemra aty. Ti kthehemi paragjykimit. Ka diçka të vërtetë brenda tij. Kosova, prej vitit 1999, i është nënshtruar një tranzicionit të gjatë, jo vetëm ekonomik, por edhe social e kulturor. E ka përjetu, hesht frasi, edhe një revolucion seksual. Siç mund ta shihni nëpër qytetet ku jetoni, s'ka më pleq me plizat bardhë mes nesh. Po ashtu edhe veshja e plakave ka ndrru. Mos flasim pastaj për trijit e trejat. Por ajo që i ka lind motelet në Kosovë, s'është nevoja për pushim pas një udhëtimi të gjatë, por nevoja për seks. Tjetër paragjykim që mund të azgjeroj dhe ndoshta ta detabuizoj paksa imagjinatën tonë kolektive, na thotë se prania e shumë moteleve është rrjedhoj e krizës së banimit. Kosova është një vend ende tepër i ri. Sipas censusit të fundit të popullsisë, mosha mesatare e kosovarëve është 34 vjet. Kjo nuk kupton që një pjesë e madhe e çifteve të reja mund të mos kenë hapësirë të tyre private. Disa mund të jenë duke jetuar në një hapësirë të përbashkët me printër me një dhomë që ndodhet pranë dhomave tjera. Disa tjerë mund të mos kenë fare hapësirë. Dhe kësaj moteli është zgjidhja e vetme e lirë. E di që edhe kjo evokon paragjykimin se këto çifte bëjnë seks, por intimiteti është më i gjerë se sa thjesht dhe vetëm seksi. Tazëm, në motel mund të shkojë një çift i ri për të grindur mes vete pa u penguar nga shikimi i tjetrit, ose një çift në moshë të mesme mund të shkojë për ta ndruar ambientin ku rri, ose një çift i vjetër që të ikë nga залlamahia e shtëpisë së tyre dhe ndoshta edhe turpi. Ju domosdoshmë në motel shkon thjesht një plak me një të dashur të re. Ajo çka shqetëson s'është se pleqt bëjnë seks nëpër motele. Është mungesa e diskutimit publik në lidhje me motelet. Mungesa e diskutimit mbi numrin e inspektimeve në to. Pastërtia mund të jetë diskutueshme, sidomos kur merret parasysh aktiviteti që kryhet në ato dhoma. Numri i aseteve të infeksioneve seksualisht transmetueshme është rritur në mënyrë të hapëqeshme në vitin 2023. Në vitin 2022 ishin 178 raste të raportuara, ndërkohë në vitin 2023 ishin bërë 480 sosh, pra më shumë se 2 fishim. Dhe, siç e dini, s'ishte bërë as pak e madhe kjo punë. I dërguam pyetje zyrës së inspektorit të përgjithshëm në lidhje me inspektimet që janë bërë nëpër motele, por s'na kthyen përgjigje deri tash.